Të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar sot janë kthyer mësimet të rregullt. Pas ditëve të bukura të pranverës dhe pushimit të merituar, sot oborët e shkollave në Gjakov rikthyen zhurmën hapave të nxënësve në buzëqeshje dhe përqafimet që mungonin prej disa ditësh. Ky rikthim nuk është vetëm vazhdimi i mësimit, por një hap më afër realizimit të qëllimeve dhe një mundësi për të përmbyllur me sukses vitin shkollor 2025-2026. Referuar drejturisë së arsimit në Gjakov, mësimi ka nisur me kohë në të gjitha institucionet shkollore dhe mësimdhënësit janë gjendur në vendet e tyre të punës. Drejtori i DKA-s Hysem Brahimaj në një përgjigje me shkrim tha se fillimi i periudhës së katërt ka nisur në mënyrë të rregullt dhe pa pengesa. Të gjitha shkollat janë duke zhvilluar procesin mësimor sipas planifikimit të parapare dhe nga tereni jemi duke monitoruar ecurinë dhe zhvillimin e procesit mësimor, me qëllim të sigurimit të cilësisë dhe mbarvajtjes së procesit edukativo-arsimor. Hyseni Tutje ka shtuar se nga sot orët mësimore janë 45 minuta, me përjashtim të shkollave të mesme. Me zgjatjen e orëve mësimore, natyrshëm ka ndryshuar edhe orari i turneve mësimore në disa shkolla. Kujtojmë se viti shkollor 2025-2026 për nxënësit e klaseve të 12-ta përfundon me 14 maj. Klasët e 9, 10 dhe 11 përfundojnë mësimin me 5 qershor, ndërkaq që nxënësit e nivelit parafillor dhe nga 1 deri në klasën e 8 përfundojnë mësimin me 19 qershor.